Vrau me thik shqiptarin në Itali. Sa Viteburg u dënua 37 vjeçari Artur Ceria. 37 vjeçari shqiptar Artur Ceria është dënuar me 14 vite e 2 muaj burg për vrasjen e bashkombasit të tij 38 vjeçarit Dritan Xhepaxhiu, i njohur edhe si Drizi. Sipas mediave italiane, gjykata ka shpallur të papajshëm nipin 24 vjeçar Agron Ceria, i cili akuzohej për fshehje provash, konkretisht për zhdukjen e thikës së përdorur në ngjarje. Ngjarja e rëndë ndodhi në 7 gusht 2024 në Tavullia të Italisë, ku Dritan Xhepaxhiu humbi jetën pasi u qellua me thikë. Artur Ceria kishte pranuar autoresinë e vrasjes, ndërsa prokuroria e konsideroi ngjarjen si vrasje me dashje. Xhepaxhiu u qellua 4 herë me thikë, njëra prej tyre ishte fatale pasi preku zemrën.